pastrimi mirë, duart, para se të konsumojmë ushqimin, kur ne i lajmë frutat ose vendosim të gatuajmë, duhet i lajmë. Domethënë, gjithë kohës jemi ne si konsumator, pra personi që gatuan kryesisht, ai që e ndalon zinxhirin e kryqëzimit të infeksionit. Nga produktet e dietit mund të na vijë salmonela? Patjetër. Mund të na vijë? Edhe tek peshku gjendet. Po si edhe tek peshku, një lloj. Do ta gatim. Domethënë një nga ushqimet për të cilat unë tartarne, krudot jam kundra, janë krudot, ose duhet jeni një cilësie shumë të mirë, pra ti shkon në Vlorë, në një restorant që sapo e ka marrë peshkun, është i freskët, po, mund ta konsumosh. Ndërsa në rast se ti konsumon shumë larg qytetit, ku diun krudo, aty është shumë e rrezikshme. Domethënë kontaminimi qoftë në baktere, qoftë në parazit, domethënë mund të kenë shumë banues gjithmonë, gjërat sa më të gatuara, ato janë më të shëndetshme dhe na parandalojnë nga infeksionet.